Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Po ju thinjen flokët, lyeni flokët me këtë maskë dhe thoni lam të mirë thinjave. Sa herë që lyeni flokët, gjëja e parë që ju shkon ndërmend, përveç se të arrini rezultatin e dëshiruar, është që boja të zjas sa më shumë në mënyrë që të mos duken thinjat. Por ato janë aty dhe doni apo nuk doni, duhet që të bashkëtoni me to. Larja e shpeshtë e flokëve, fytyrës dhe njëkohësisht mos përdorimi i locioneve që mbrojnë flokët nga ana tjetër dhe nxehtësia bëjnë që rrënjët e flokëve të zbardhen më shpejt nga çfarë ju mendoni. Sigurisht që nuk mund t'i lyeni ato çdo javë, prandaj ne juftojmë që ju të dëgjoni këto këshilla që ne kemi vendosur të ndajmë sot me ju në këtë video. Për shembull, ju mund të përdorni maskën me sherebel. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 150 gram sherebel, 2 bustina çaji i zi dhe 500 ml ujë të zakonshëm. Fillimisht vëreni ujin që të zjej dhe pasi të ketë marrë valën e parë, shtoni aty bustinat e çajit të zi dhe sherebelën. Lëreni që të zjejë në zjarr të ulët për 15 minuta duke i përzier ato her pas here. Më pas, filtrojeni lëngun e përftuar dhe përdoreni për të larë flokët me të. Nëse ju e përsërisni këtë maskë të paktën 3 herë në javë, do të vini re që thinjat nuk do të zbardhen aq shpejt dhe boja do të qëndrojë njëkohësisht më gjatë. Maska me rozmarin. Rozmarina është një pjesë përbërëse kyçe e cila përdoret në shumë bojra pasi stimulon rritjen e flokëve dhe njëkohësisht ajo do ju ndihmojë që thinjat tuaja të mos zbardhen aq shpejt. Kësaj here ne ju propozojmë që ju të përdorni për të frenuar shfaqjen e thinjave dhe për të hidratuar flokët. Përbërësit që juve do t'ju nevojiten janë 200 gram rozmarinë e grimcuar, 5 pika vaj ulliri dhe 1 litër ujë. Zgjini ujin me rozmarinën për 15 minuta dhe shtoni disa pika vaj ulliri në të. Pasi përzierja të ketë vluar, do të vini re që gradualisht ajo do të lidhet duke formuar një masë më të trashë. Pasi të ftohet, kullojeni dhe me ndihmën e një shishe në trajt spray, hidheni mbi flokë dhe masazhojeni. Përdoreni këtë maskë të paktën 2 herë në ditë. Kujdes, nuk ka nevojë që ta përdorni shpëlarjen pas kësaj të fundit. Maska me gjethe arre. Ndoshta nuk e dini, por njëkohësisht gjethet e arrës përdoren në industrinë kozmetike për prodhimin e bojrave. Ato përmbajnë juglone, një ngjyrues natyral i cili forcon rrënjën e flokëve dhe po ashtu fsheh thinjat. Dhe duke qenë se tashmë kanë lulëzuar pemët e para, ne ju këshillojmë patjetër që ju të përdorni këtë kurë natyrale e cila ka vlera fantastike për shëndetin tuaj. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 1 litër me ujë dhe 20 gjethe arre. Vendoseni ujin që të zjejë dhe më pas, pasi të vini re bulzat e para të vlimit, shtoni gjethet e plota. Kjo masë duhet të qëndrojë në zjarr për 2 orë për veprim në mënyrë që të vlojë sa më mirë. Derisa uji të shterojë dhe gjethet të tkurren, më pas përzierja do të jetë gati. Filtrojeni dhe me anë të një furçe lyeni rrënjët. Pasi të jetë tharë, shpëlajini flokët njëkohësisht me ujë të vakët. Flokët e thinjur, siç dihet, jo gjithmonë kanë lidhje me moshën dhe vitet. Në qoftë se ju vini re fije të bardha ose gri në flokët tuaj, nuk do të thotë se folikulat e flokëve nuk po prodhojnë më melanin, por melanina është njëkohësisht pigmenti i cili u jep ngjyrën natyrale flokëve. Kjo gjë ndodh edhe në të 20-tat, por nuk do të thotë që një 20 vjeçare
mund të mos ketë thinja. Për shumë të rinj, lyerja e flokëve po ashtu shërben edhe për të parandaluar njëkohësisht të gjitha problemet e mëtejshme me flokët. Zakonisht dermatologët e këshillojnë këtë trajtim të vazhdoj dhe duke qenë se ushqimi po ashtu luan një rol të rëndësishëm, duhet të jeni tepër të kujdesshëm. Mask me piper të zi, kos dhe vaj bajamesh. Në një enë ju duhet të shtoni 10 gram piper të zi, një lugë gjelle me kos dhe një lugë gjelle vaj bajamesh. Lyeni flokët tuaj nga rrënja deri tek maja dhe mbajini këtë përzierje në kokë për të paktën 30 minuta. Përdoreni këtë mask 1 apo 2 herë në javë dhe kështu ju do të vini re ndryshime që në ditët e para të përdorimit. Po ashtu duhet të dini se maska me kafe, kos dhe uthullmolle mbetet po ashtu një ndër maskat më të mira. Siç vihet re, edhe në këtë mask, kosi është përbërësi më kryesor i cili ndihmon në zbehjen e thinjave. Për këtë mask ju duhet të përzieni të paktën 50 ml kos dhe gjithashtu një lugë kafe pasdjer dhe një lugë uthullmolle derisa ju të përfitoni një masë homogjene. Pasi t'i keni larë flokët tuaj si zakonisht, me patjetër duhet të dini që kjo mask duhet aplikuar nga rrënja në maja dhe mbajeni për 90 minuta. Mbështilleni flokët me qeste plastike ose peshqir. Lajni flokët me ujë të vakët dhe në fund thajini në temperaturën e ambientit. Ndërkohë, thinjat e flokëve janë një prej shqetësimeve më të shumta të femrave, por ky është një problem i cili herët apo vonë na prek të gjithë. Ndërkohë që shumë vajza i lyen flokët me bojë për t'i mbuluar, ne ju sugjerojmë përdorimin e këtyre maskave natyrale të cilat kanë veti fantastike për shëndetin dhe për flokët. Sipas ekspertëve, duke mos e dëmtuar flokën tuaj, ju mund të përgatisni këtë mask në shtëpi, e cila është e përbërë nga uthulla dhe kosi natyral. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë gjysmë filxhani çaj kafe, një filxhan çaj kosë natyral dhe një lugë gjelle uthullmolle organike. Përzjeni të gjithë këta përbërës në një enë derisa të krijohet një masë homogjene. Lajini flokët dhe pastaj shpëlajini flokën tuaj me shumë kujdes. Kjo mask duhet aplikuar të paktën 90 minuta dhe gjithashtu duhet bërë 2 herë në javë gjatë 6 javëve me radhë. Pas kësaj ju mund ta provoni vetëm një herë në javë për të mbajtur ngjyrën e flokëve sa më të errët. Shumica e grave kanë frikë nga paraqitja e thinjave që është një sinonim i plakjes. Në fakt, në treg ka shumë bojra flokësh që padyshim mund të mbulojnë thinjat, por kanë edhe efekte anësore. Prandaj nëse urreni faktin se flokët tuaj po thinjen dhe dëshironi një zgjidhje natyrale për këtë problem, atëherë kjo mask është ideale për ju. Përbërësit që do t'ju duhen janë shampo dhe balsam për flokët, 6 patate, 2 litra ujë, tigan me kapak, një shishe e zbrazët e shampos dhe njëkohësisht një kulluese. Si ta përgatisni ju këtë mask? Fillimisht pastrojeni patatet sa më mirë. Qërojeni ato dhe lëvoret e patateve vendoseni në një tigan bashkë me ujin. Lëreni që të ziejnë për rreth 1 orë. Më pas lëreni këtë përzierje që të ftohet. Kullojeni lëngun e përftuar dhe vendoseni atë në shishen e shampos. Lani në këtë mënyrë flokët tuaj me shampo dhe do të shikoni rezultate vërtet pozitive. Pasi ta largoni shampon me shumë ujë, vendoseni ujin e patateve mbi flokë. Masazhoni kokën dhe skalpin e kokës me lëvizje rrethore. Pas kësaj mos i shpëlani flokët. Lëreni të thajë në mënyrë natyrale ose me tharse flokësh. Këtë trajtim ju duhet që ta përsërisni të paktën 3 herë në javë dhe ju shumë shpejt do t'i harroni thinjat.
Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.